e merr me mend se si është puna një gazetari sa dinamike është, por ajo më ka ndihmuar shumë për përqendrimin, disiplinën, sepse kam mësuar nga ty shumë disiplinë. Është një disiplina shkruesorja, është aja. Pa disiplinë, prishe çdo gjë. Po. Prandaj është e mirë kjo, sepse ju keni një instruktor përpara që ju drejton. Nuk veni atje dhe merrni vegla të vizë. Jo. Ajo është si thua si ushtri, si një tokë. Të ushtrisë që drejton një komandant. Po. Edhe je detyruar të bësh ato që do thot komandanti. Kjo është e bukur. Edhe ajo është komplet disiplinë. Do të thënë ai minutë që unë ju them, keni 1 minutë pushim, është fiks 1 minutë. Po nuk mund të jetë më shumë. Po. 1 minutë e gjysmë, do të thënë sa unë e mendoj, do të thënë sa duhet të jetë pushimi. Që muskujt mos ftohen plotësisht për të qenë thjesht për rregulluar frymarrjen. Po, është disiplinë.